Beni, po cili sport ka mësu ty më shumë për jetën? Krejt të gjitha. Edhe çka të motivon ty me qenë kaq aktiv në të gjitha këto lloj sporte? Nisa i mirë është që une kom pas përkrahjen e prindve, si i vogël më kanë futur në gjitha këto aktivitete. Do me thonë, më kanë thonë, hajde me skiu, mi kanë ble pajisjet si 7 vjeqar. Do me thonë, unë skijoj, më sta thëmë numërin se është shumë numër i madhe të regon so vjet i kom, unë 45 vjetë skijoj une. Okej? Mandej luj tenis pri asaj moshe, njëjtë, se herën e parë tenis kom lujt në Angli në klasën e parë fillore, kom shku në Angli klasën e parë e kom kry atje, po mani jom kësy këtu e kom pas ka tenis e mani kom fillu tenisin në Kosovë. Edhe hikingu, masi skimi ka të bëj me hiking, kom vazhdu edhe në hiking. Në Angli, kër kom qenë, në kanë qenë në hiking, edhe që aty kom fillu me menu se është diçka e bukur. Kur u kry lufta, se para luftës ka qenë vështirë me bo hiking, për shkak të zonës kufitare në përbjeshk, kom vendos që me vazhdu hiking mas luftës. Kështu që, muj me thonë që prind mu më kanë diku që me vazhdu në krejt këto aktivitetet që une me vazhdu si punë të jetës. Pra, u kisha sugjeru të gjithë që të provojnë shumë sene gjatë jetës, pa marrë parasysh që është sporti, a është një aktivitet tjetër ose një punë, që mandej me ditë se qka të flenë mas shumë ti. Do thonë, unë kom provu edhe gitar, kom provu edhe DJ, kom qenë edhe DJ, shumë sene tjera, po e kom pa që mu më flejnë tenisi, hikingu edhe. Po, a mendojnë që kjo lidhja e sporteve hiking dhe ski ndihmon edhe performancën e tenisit? Po, shumë. Pra që se je teniser, ndikon shumë në hike, se kime hecë ma letë. Që se bjeshkatar, kime luj tenis edhe ma mirë, ose që se je bjeshkatar, kime hecë me ski analt. Që ta po thomë që mirë është me i provu shumë sene në jetë që me ditë që ka të flenë edhe që ajo me të shërby për jetë. E mu më kanë shërby të gjitha këto, nuk më ka shërby stomatologjia që jo me profesion. Do thonë, unë e kom kry stomatologjin, jam doktor i diplomum, po nuk më ka flejtë në shpirt, edhe kom zhjellë audorin, që ato duhet me provu sa ma shumë sene.